mars të vitit 1998, në një fshat të vogël të Kosovës, të quajtur Prekaz, historia ndryshoi. Forcat serbe rrethuan zonën me tanke, me ushtar, me armë të rënda. Në mes të atij rrethimi ishte një familje, familja Jashari. Adem Jashari dhe njerëzit pranë tij zgjodhën të mos dorëzohen. Luftimet zgjatën, orë të tëra, mes tymit dhe zhurmës së armëve. Në fund, shumë jetë u humbën, por ajo që ndodhi në Prekaz nuk u harrua kurrë, sepse për shumë njerëz ajo ditë u bë simboli i rezistencës, i sakrificës dhe një historie që ende kujtohet sot.